Artistët krijuan vepra të reja me nder të piktorit të madh me origjinë nga Kërqova Omer Kaleshi, duke kthyer qytetin në një hapësirë krijimtarie, frymëzimi dhe dialogu kulturor. Kjo koloni nuk është vetëm një aktivitet artistik, por përcjell mesazhin se Kërqova ka potencial të bëhet qendër e rëndësishme kulturore në rajon. Përmes veprave të tyre, artistët po ndërtojnë ura mes vendeve, kulturave dhe brezave. Organizatorja e kolonisë Lulizim Osmani tha se artistët kanë qenë të lirë që brenda 4 ditësh të krijojnë punimet që duan. Unë jam munduar të krijoj diçka që ta kujtojmë, sepse gjithë respekti ka qenë në të gjitha anë mban botës, por ne e kishim harruar se kush është Omer Kaleshi. Prandaj sa lumtur jam, por e ndjej edhe një barë të madhe sepse duhet të organizuar dhe çdo gjë me detaj dhe vetëm siç ai e meriton. Artistët nga vende të ndryshme të rajonit theksuan rëndësinë e kësaj kolonie duke kujtuar me shumë respekt piktorin Omer Kaleshi. Ai është një gjeni i artit figurativ për ne shqiptarët edhe është krenari gjithashtu. Pastaj për të mos lënë pa përmendur mikpritjen e jashtëzakonshme, sepse është një popull i mrekullueshëm, një popull që do gjuhën shqipe në mënyrë të jashtëzakonshme. Mua kjo më ka bërë përshtypje nga të gjithë gjërat e tjera. Omer Kaleshi meritonte që të kishte emri i tij që mos shuhej, nga që ne si artistë personalisht e njihshim atë gjithë. Dhe kjo organizim dhe kjo aktivitet besoj se nuk do të shuhet dhe emri i Omer Kaleshit do të vazhdojë të jetojë në qytetin e Këshovës dhe në gjithë trevet e artit shqiptar. Arritëm të lirisht që të shprehim dhe verifikojmë ato që ne bëjmë në studiot tona zakonisht. Synimi është që kjo koloni të shndrohet në një traditë të qëndrueshme kulturore e cila do të vendosë Kërqovën në hartën e ngjarjeve të rëndësishme artistike në rajon dhe më gjerë, duke krijuar lidhje të reja mes artistëve, institucioneve kulturore dhe dashamirësve të artit.